Përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi me rrëfimin e radhës, këtë herë një histori shumë e dhimbshme. Do të flasim për një vajzë e cila për 4 vite me radhë nuk e ka kuptuar që në krahët e saj shtrihet një burr i martuar. Nuk e dija kur se njeriu që dashurova me gjithë shpirt, 4 vite rresht, ishte i martuar. Më mashtroi, më përdori, më shfrytëzoi deri në fund. Më hodhi si një mbeturin në rrugë. Ky është rrëfimi im, dhimbja ime, plagët që ende nuk më mbyllen. E njoha rastësisht. Ishte i sjellshëm, i qeshur, njëri që të bënte të ndiheshe e rëndësishme. Në fillim mendova se ishte thjesht simpatik, por ai u bë gjithçka për mua. Dhe shpesh më thoshte: "Ti je gruaja që kam kërkuar gjithë jetën. Do ndërtojmë familje, do të mbroj, do të dua sa të kem fryma." Dhe unë i besoja. I besoja fjalëve të tij, premtimeve, syve të tij. Asgjë nuk më bënte të dyshoja. Çdo ditë më shkruante. Çdo natë më merrte në telefon. Nuk mungonte kurrë. Kur kishte punë vonohej, por gjithmonë kishte një justifikim që tingëllonte aq real. Unë, e dashuruar verbërisht, nuk kuptoja asnjë gjë. 4 vite e mbusha botën time me të. Çdo ëndër, çdo plan, çdo shpresë. I flisja për fëmijë, për martesë, për shtëpinë tonë. Ai më shikonte në sy dhe më thoshte: "Jemi gati, vetëm pak durim, po bëj gati çdo gjë." Edhe unë prita. Një mbrëmje u zhduk. Nuk shkroi, nuk telefonoi dhe nuk u shfaq. Mendova se kishte ndodhur diçka. Telefonata ime nuk u hap. Mesazhet e mia mbetën pa përgjigje. 2 ditë, 3 ditë, 1 javë. Gjithçka në mua filloi të më thoshte se diçka nuk ishte në rregull. Vendosa ta kërkoja vetë. Pirjet u bën të frikshme. Zemra më dridhej, po më zinte paniku. Dhe një ditë dikush u përgjigj, por jo ai. Një grua me një zë të qetë, me zë të lodhur. "Po, kush jeni? Pse kërkoni bashkëshortin tim?" Më iku zëri, në sekond unë piva. Mendova se ishte shaka, mendova se po thoshte dikush për ta lënduar. Por ajo vazhdoi: "Ai është babai i fëmijëve të mi. Çfarë jeni ju për të?" Në atë moment, më ra bota. Lotët filluan të më rritnin vetë. Nuk mund të flisja. Ajo vazhdoi të më fliste. Më tregoi se kishte 2 fëmijë, se ishin 8 vite të martuar. Ai nuk ishte në punë, ishte në shtëpi, ishte aty me familjen e tij. Atë ditë vdiqja për brënda. Ai më telefonoi më vonë, jo për të kërkuar falje, jo për t'u sqaruar, por vetëm për të më thënë: "Mos më shqetëso më, mos më dëmto familjen, harro çdo gjë." Ka njerëz që të vrasin me thik, ndërsa ai mua më shkatërroi të tërën me fjalë. U zhduka nga të gjithë. Nuk dilja nga dhoma, nuk haja, nuk flija. Çdo kujtimi i tij më priste si thik në shpirt. Më vinte që të çmendesha. Sa herë kujtoja buzëqeshin e tij, fjalët e tij, premtimet e tij.
Unë dija çdo gjë për të, përveç asaj që duhej të dija. Ai kishte grua, ai kishte fëmijë, ai kishte jetën e tij. Dhe unë isha thjesht një lojë, një aratisje, një mashtrim i pastër. E kërkova sërish për t'i kërkuar përgjigje, për t'i kërkuar pak ndjesi njerëzore. Pastaj ndodhi e papritura. Më bllokoi në telefon, në rrjetet sociale e në çdo vend. U hodha tej si një mbeturin, si të mos kisha ekzistuar kur. 4 vite të jetës time, 4 vite dashuri, sakrifica e shpresë, u zhdukën brenda një çasti. Ëmbëlsia e tij gënjeshtër, premtimet e tij gënjeshtër, dashuria e tij as nuk ka ekzistuar fare. Isha thjesht një grua që e besoi, një zemër që u dha, një shpirt që u dorëzua. Më duhej kohë ta kuptoja, por e vërteta është kjo. Ai nuk më deshi kur, ai vetëm më përdori, ai më shkatërroi për brenda e iku pa u kthyer as edhe një herë. Sot jam më e fortë se dje, por dhimbja s'ka ikur. Njerëzit më thonë haro, por si të haroj 4 vite të jetës time? Si të haroj fjalët, netët, ëndrat? Unë nuk i kërkova pasuri, nuk i kërkova famë, kërkova vetëm dashuri të ndershme. Por njeriu i gabuar më mësoi një mësim të hidhur. Jo çdo buzëqeshje është e sinqertë. Jo çdo dashuri është e pastërt. Jo çdo zemër që prek të do. Sot i drejtohem çdo vajze, çdo gruaje që po kalon të njëjtën plak. Nuk jeni të dobta, nuk jeni fajtore, nuk jeni gabimi askujt. Problemi është ai që gënjen, jo ai që në fakt beson. Unë rëzova, por po ngrihem ngadalë. Po mësoj të dua veten, të zgjedh veten, të mos jap shansin askujt të më përdor përsëri. Edhe një ditë kur të shërohem plotësisht, do ta fal vetveten për një gjë që lash në zemrën time në duart e gabuar. Por këto dhimbje më mësuan një gjë shumë të rëndësishme. Njeriu i gabuar mund të të shkatroj, por jo i drejti. Mund ta rikthej jetën. Kjo është historia ime, dhimbja ime, edhe rrëfimi im. Në fakt, unë dua t'i them 2 fjalë për këtë histori. Dua të them që ti vërtet je lënduar, po ti do kthehesh më fuqishëm.